Dirigenti dhe pianisti Desar Sulejmani është tash me mua në studio. Unë jam shumë e lumtur që këto ditë të gjejmë në Shkup, që të shfrytëzojmë rastin dhe të kemi mundësi edhe ne të njohim pak më shumë, ndoshta për te profesioni dhe gjërave të cilat I kemi dëgjuar në intervista tjera. Kënaqësi të kemi sot. Faleminderit shumë që ndave pak nga koha yte, që këtë periudhë me shumë impenjime, por sërish gjete mundësi të jesh me ne sot. Kënaqësia është e imja, faleminderit për ftesën, emisionin tënd dhe tu në Alsat. Kënaqësia është e jona gjithmonë. Do ta nisim me koncertin e madh ndërkombëtar që do të jetë sonte, prandaj po e filloj nga këtu. Kemi edhe fotografi, fotobanera të cilat na e paralajmërojnë këtë si ngjarje, që nuk është një ngjarje e zakonshme, por një ngjarje me një histori shumë të rëndësishme në fakt dhe është ky takimi zyrtar I një bashkëpunimi që ka nisur mes Maqedonisë dhe Gjermanisë, mirë po që do të shënohet pikërisht me këto aktivitete. Do nis me një film duke vijuar me aktivitetin e dytë që është pikërisht ky koncert I madh, I cili është përgatitur me një kujdes shumë të madh nga ju. Më thuaj, cili është mesazhi që dëshironi ta përcjellni nga gjithë ky projekt dhe ky bashkëpunim? Për mua është hera parë që bashkëpunoj në ngushtë me Filharmoninë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me orkestrantët dhe ka qenë e rëndësishme një gjë e tillë, duke patur parasysh që këtë vit Shteti Federal I Rinit Verior dhe Vestfalisë në Gjermani dhe Republika e Maqedonisë së Veriut festojnë 5 vjetorin e bashkëpunimit të ngushtë dhe me tyre ka lindur si ide vitin e kaluar dhe kam bërë propozimin gjithashtu te Kancelaria e Shtetit Federal ku jetoj për të patur disa manifestime kulturore në Gjermani, të cilat natyrisht do të tregonin në mënyrë të mirë, në mënyrë të qartë dhe mbi gjitha të shumëllojshme këtë bashkëpunim ndërmjet këtyre dy vendeve. Siç e thatë edhe ju, në këtë rast ne kemi disa aktivitete të planifikuara në Gjermani, por le të rikthehemi te koncerti I sotëm, është nisja e një rrugtimi për herë të parë të orkestrës filharmonike të Maqedonisë së Veriut drejt Gjermanisë në historinë e saj 80 vjeçare, është udhëtimi I parë, do jenë koncertet e para në Gjermani dhe sot ne fillojmë këtë rrugtim artistik bashkë këtu në sallën e madhe të filharmonisë, fakt I cili më jep mua një kënaqësi të veçantë, edhe pse kam dirijuar për disa herë në atë sallë, qoftë në të madhen, qoftë në të voglën, sa radhe me me orkestrën zyrtare të Shtetit Maqedonisë së Veriut, është një kënaqësi e veçantë dhe mbi të gjitha nesër gjithë së bashku siç grup që jemi do udhtojmë në mëngjes drejt Gjermanisë, do fluturojmë Gjermanisë dhe do I paraqitemi publikut në dy qytete, në qytetin e Bonit, në sallën e mirënjohëse që është Beethovenhalle dhe një ditë më mbrapa në qytetin e Oberhausenit në Luisa Albertshalle më përpara, ditën e nesërme do kemi një aktivitet në Botrop, ku do shfaqet një film Maqedonës dhe këto aktivitete duke përfshirë edhe koncertin e sotëm janë të konceptuara në kuadër të manifestimeve që gjithë Shteti Federal, si thua, ku jetoj unë, bën në kuadër të bashkëpunimi me Maqedoninë e Veriut. Do kemi edhe aktivitete të tjera gjatë vitit, aktivitete kulturore kanë filluar që në janar, sepse gjithë manifestimi, gjithë festivali quhet Ditët e Ballkanit Perëndimor, sepse vetë Ballkani Perëndimor ka një veçanti të tillë në politikën e jashtme të Shtetit Federal të Rinit Verior dhe Vestfalisë dhe këtë vit duke u bazuar edhe në këtë bashkëpunim 5 vjeçar të drejtë për drejtë dhe të shumë anshëm, të ngjeshëm me Republikën e Maqedonisë së Veriut, u mendua që gjithë viti të ishte I Ballkanit Perëndimor, duke patur parasysh që vendet e Ballkanit Perëndimor kanë synimin akoma dhe besoj se do ta kenë gjithmonë në synimin që t'i bashkohen familjes evropiane dhe në këtë rast procesi politik I zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke patur edhe mbështetjen kryesore nga Berlini, nga qendra e Republikës Federale të Gjermanisë, tregon edhe interesin e vazhdueshëm të shtetit gjerman ndaj këtij rajoni dhe mbi të gjitha drejt vendit
drejt Maqedonisë së Veriut. Kështu që më vjen mirë që diçka ka ndodhur në këtë madhësinë e duhur për t'i dhënë edhe shkëlqimin e nevojshëm të gjithë iniciativa bashkëpunuese ndërmjet dy vendeve në këtë rast. E qartë. Sonte në skenë do t'jenë dy solistë të njohur, si Ana Badivuku, Hoxha dhe Pascal Krapovski. Si ndryshon energjia e koncertit kur punon, themi, me solistë të këtij niveli? Është më e thjeshtë, më e lehtë? Apo më komplekse? Çdo koncert ka të veçantinë e tij, sepse e para janë grupe të ndryshme dhe duke qenë që unë punoj për herë të parë me Orkestrën Filharmonike të Maqedonisë së Veriut, ka qenë thosh një eksperiencë shumë e mirë, ka qenë edhe si thua një eksperiencë e cila ka kohë që bluhet në mendjen time dhe kur erdhi puna që të vendosim një programin, kur biseduam cilët pjesë, cilët solist, domethënë kam insistuar në mënyrë drejt për drejt dhe për këtë falenderoj edhe drejtorin e Filharmonisë Mustafa Emiri për bashkëpunimin e shkëlqyer që kemi patur dhe mendimet e njëjta që kemi ndarë bashkë me stafin e tij që të kishin patjetër edhe pasqyrimin e vërtet të shoqërisë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pra të kishin patjetër dy solistë nga bashkësitë që jetojnë dhe që përfaqësojnë dhe janë pjesë e shtetit këtu, dhe si Hana, bashkë me Pascalin, si thosh janë edhe simbolik në vetë paraqitjen e programit, sepse muzika bashkon. Këtë e dim, flet me një gjuhë të përbashkët, po gjithashtu e dim, por duke patur parasysh që kemi edhe dy njerëz që kanë edhe komësi të ndryshme, që do vi momenti që do luajmë bashkë, do komunikojmë bashkë me mua, se edhe unë, megjithse, si thua që the edhe më përpara, mendoj gjermanisht, po ndihej shqip. Domethënë është me orkestrën e Maqedonisë së Veriut, pjesës e cilës janë edhe disa muzikantë me komësi shqiptare, pra domethënë është një bashkëpunim dhe një simbioz shumë e mirë, me gjithë simbolikën e duhur, qoftë muzikore, qoftë politike dhe natyrisht dhe ana festive. A mund ta quajmë në një formë tjetër si dialog mes Evropës me Ballkanin? Po kështu është e konceptuar e gjitha. Domethënë është e konceptuar e gjitha si një dialog, jo vetëm muzikor, jo vetëm në skenë, jo vetëm që të i kalon për te. Sepse të arrish të dalësh në skenë, duhet të kesh bërë më përpara një dialog të mirë, që të dalësh në atë nivel që unë pretendoj që të dalim sot dhe jam shumë i sigurt që të kemi koncert të shkëlqyer. Puna më përpara, dialogu i më përparshëm, duhet të jetë patjetër i një niveli të tillë dhe i mirë organizuar që në fund edhe rezultatet të jenë të tilla. Jo vetëm për ne si muzikantë që e ndjejmë, por mbi të gjitha për publikun që na ndjek, mbi të gjitha për mesazhin që ne sillim, mbi të gjitha për misionin që ka ky projekt, ky koncert, rrugtimi orkestrës drejt Gjermanisë, koncertet atje, domethënë çdo gjë që është e konceptuar nga fillim deri në fund ka në bazë të dialogun midis shteteve të Ballkanit Perëndimor me Evropën, duke u zvogluar te dialogu ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë, më saktë Maqedonisë së Veriut dhe Shtetit Federal të Rinit Verior dhe Vestfalisë dhe ndërmjet komësive që bëjnë këtë dialog. Pra i kemi të gjitha ato komponentet, i kemi të gjitha pikat e një dialogu të mirë fill, të një dialogu të shëndetshëm, nga gjitha pikpamjet e mundshme. Kështu që, siç e the vetë, dialogu ka qenë baza e zhvillimit të këtij projekti. Në këtë që po jetojmë, mendoj se arti dhe muzika janë mënyra më e mirë ndoshta për t'i ndërtuar këto ura mes kulturave të ndryshme. Në botë me krejtë që është duke ndodhur, mendoj se kjo është mënyra e vetme. Patjetër, për t'i ndërtuar këto ura. Sepse ne tregojmë punë të vërtet, tregojmë me një shembull konkret se si funksionojnë gjërat. Kur bën muzikë bashkë, kur e tekalon ndoshta, ose unë paktën, gjithmonë e kam shumë të rëndësishme që të transmetoj te kalimin e përditshmërisë së vështirë kur bëjmë prova, kur jemi në bashkë, kur jemi në një sallë provash dhe flasim për muzikën. Përpara dhe mbrapa provave natyrisht që secili nga ne ka atë jetën e tij personale, por në atë moment ne kemi shansin edhe kemi fatin e madh si muzikant që rrallë profesionet të tjera e kanë, që të tekalojmë përditshmërinë, sado e dhimbshme, sado e vështirë, sado e mirë mund të jetë, se gjithmonë ka ditë të mira dhe pak më të mira, por forca e profesionit tonë
është aq e madhe sa ne tregojmë me fakte konkrete, tregojmë me përditshmërinë tonë se si funksionon dialogu, se si duhet funksionojë dialogu. Si funksionon një orkestër, duhet funksionon një shtet. Dhe kjo është ajo që kur dikush që është lider, pra në këtë rast dirigjent ose dirigjente, arrin të komunikojë në mënyrë verbale dhe jo non-verbale, dhe jo verbale me muzikantët e tij o të saj. Duke qoftë me lëvizje, po qoftë me sy, qoftë me çdo gjë të qenies së tij ose të saj. Dhe dalim në një produkt të përbashkët artistik, dialogues. Është premisa, është qeliza e funksionimit të një shoqërie, është funksionimit të një shteti, funksionimit të një qeverie, sepse dëgjohen. Nëse nuk marrim frym bashkë, nëse nuk kuptohemi bashkë, nëse nuk ndjejmë bashkë, nëse nuk luajmë bashkë, atë nuk funksionon muzika, nuk funksionon partitura, nuk funksionon notat. Prandaj edhe them, jo se unë jam dirigjent apo muzikant, por e kuptoj që funksionimi i bashkëpunimit muzikor është baza e funksionimit të një shoqërie dhe pastaj në zhvillimin e saj dhe në institucionet që përfaqësojnë. E qartë. Tani të ndalemi te detajet për gjithë ata të cilët ndoshta ende nuk i kanë ato informacionet e duhura, në sa ora do mbahet koncerti, është hyrja e hapur, mund të vinë gjithë ata të cilët duan sonte të shijojnë pak magjinë në Filharmoninë Shtetërore të Maqedonisë, të krejt kësaj që është përgatitur me shumë dashuri nga ju. Koncerti është në orën 8. Është, siç e tha, në sallën e madhe, ka mjaft vend për publik. Pra si jemi të kufizuar shumë në këtë pjesën e kapaciteteve. Dhe nuk besoj që, nuk i di, të thënë të drejtën, por salla është e madhe dhe ka mjaftueshëm vend për gjithë dashamirësit e muzikës klasike, e muzikë klasike popullore. Nuk ne do transmetojmë pjesë shumë tërheqëse, dhe shumë ritëm, shumë entuziaste. Nga ana tjetër do të transmetojmë edhe muzikë e cila është për shpirtin, është e ndjeshme, pra ka për të gjithë. Do përfaqësojmë 5 kultura shumë të rëndësishme muzikore, duke filluar nga kultura austriake, do vazhdojmë pastaj me kulturën franceze, pastaj edhe diçka shumë interesante që e njoha këtu nga muzika maqedonase, do vazhdojmë pastaj me simfoninë shumë të rëndësishme, shumë të njohur të Antonin Dvorak, simfoninë nga bota e re. Domethënë që është një nga simfonitë më të rëndësishme dhe më të njohura të botës klasike orkestrale dhe do kemi ndoshta edhe një surprizë tjetër që ne patjetër do donim t'ja prezantonim me publikut në sallë. Pra është një koncert që e parë ja vlen për shkak të simbolikës, por edhe nga pikpamja artistike. Ja vlen që të vihet të kalohet kohë. Mund premtoj në këtë rast, si thua, me përgjegjësinë time artistike dhe njerëzore, që çdo kush që do vinë në koncert është i apasionuar mbas muzikës klasike apo jo. Të vi dhe të provoj magjinë e muzikës klasike, të provoj forcën e orkestrës shtetërore të Maqedonisë së Veriut, të provoj forcën e dy solistëve që ne kemi dhe natyrisht të provoj edhe energjinë që unë personalisht do sjell në këto koncert dhe fillimin e një rrugtimi që do kemi bashkë te fillimin e javës tjetër. Kështu që ja sugjeroj çdo kujt që dëshiron të kalojë një mbrëmje të bukur, të këndshme, me muzikë shumë të bukur, që të vinë në koncertin tonë sonte. Bukur shumë. Publiku i Maqedonisë din të befasojë, kështu që shpresoj dhe uroj të na befasojnë pozitivisht sot dhe të vinë, ndoshta të kalojnë një orë të bukur në këtë koncert tuaj. Tani dua të flasim pak për rënjët e tua, do i kthehemi sigurisht në pjesën e fundit bisedës edhe një herë koncertit të shkurtimisht, por të kthehemi tek vendimi yt për të lënë Shqipërinë, për të lënë Shkodrën tënde dhe për të shkuar që të studiosh në Gjermani. Pse pikërisht Gjermaninë zgjodhe për studimet e tua? Po flasim këtu për një periudhë para më shumë ndoshta se 25 vitesh apo? Nëse nuk më shumë se 28 vite. 28 vite, okej. Si erdhi ky vendim dhe sa ka qenë i vështirë për ty? Unë kam dashur gjithmonë që të merrem me muzikë. Që nuk kam pas ndonjë shtytje nga familja ime. Domethënë babai dhe mama nuk kanë qenë muzikantë, thuaç, po të i pasionuar mas muzikës, edhe në familjen e gjerë dhe në dashamirës së muzikës kam mjaft, por unë gjithmonë e kam dashur këtë punë. Edhe si fëmijë e mbaj mend që më tërhiqte fakti të
zgjidhjes e ekuacioneve muzikore. Nuk kam pasur problem që studioja dhe gjatë, bile me jep tek kënaqësi se doja gjithmonë të zgjidhja detyrën ditore ose javore sa më shpejt që të kaloja. Dhe kam pasur, si thua, një shtytje për herë. Dhe instrumenti pianos ka një veçanti ndaj instrumentet e tjera sepse ka aq shumë repertor për të ezaruar, për të thithur, për të luajtur, sa nuk të mjafton një jetë. Dhe kam dëgjuar që pianoja është nga instrumentet e vetme që i aktivizon të gjitha shqisat, apo jo? Prandaj është më dimenzional. Këmbë, truri, duar, dy duar, 10 gishtat, mendja, ka shumë gjëra që duhet të koordinohen. Dhe duke qenë që unë i kam filluar piano që 5 vjeç e gjys, kam një jetë të tërë që vetëm me muzikën merr, dhe konceptoj jetën të tillë. Në Shkodër kam kaluar 14 vjet, unë kam bërë shkollën 8 vjeçare atje dhe mbas shkollës 8 vjeçare kam kaluar në Tiranë te Shkolla Kombëtare Artistike Jordan Misja për të vazhduar atje shkollën e mesme, 4 vite, mbas një semestri në Universitetin e Arteve në Tiranë. Erdhi dhe si thua koha që duhet të zhvendosesha, ose më saktë doja të zhvilloja veten time si muzikant, si pianist në këtë rast jashtë Shqipërisë dhe atëherë në ato kohë ka pas 3 mundësi. Kam konkuruar në Londër, kam konkuruar në Vjenë dhe natyrisht në Gjermani. Jeta e një familje shqiptare para 30 vjetët të dalë nga një sistem që e kishte rënuar ekonominë totalisht në fillim të viteve 90, është komplet ndryshe nga jeta një familje sot. Të paktën ka ndryshuar disa gjëra për mirë. Ndoshta jo aq shumë sa të mund të ndryshonin për një kohë të gjatë, por vështirësitë atëshme kanë qenë të mëdha që e kufizonin edhe mënyrën ose më saktë vendin se ku do shkoje. Duke qenë që Shqipëria vazhdon të jetë, po atëherë kanë qenë edhe nuk ka patur një mbështetje, si thua, ndaj si thua formateve ekonomike të mbështetjes së studentëve. U detyrova, megjithëse kisha fituar shkollën, si thua, vendin në Angli, në Londër, edhe në Vjenë, që për shkak të anës ekonomike të papërpullshmërisë nga ana e familjes, sepse atje kushtonin në shkollat për studentët jashtë komunitetit janë shumë. Zgjodha Gjermaninë sepse sot e kësaj dite Gjermania mbetet vendi ku studiohet më lirë, por gjithashtu shumë mirë. Domethënë shkollat gjermane të muzikës, ose më saktë gjithë zona gjermanisht folse, akoma janë lidere të zhvillimit artistik dhe të bruajtjes artistike të shëndosh për brezat e ri. Dhe ishte situacion ana praktike e gjërave që më bëri që të shkoja në Gjermani dhe mbi gjitha shtysa kryesore që unë gjithmonë e them, nëse unë nuk do kisha shkuar në Gjermani para 28 vjetësh, unë nuk do isha sot muzikant. Pra, nëse do rria në Shqipëri, nuk do kisha vazhduar me muzikën, sepse vazhdon të jetë e vështirë të jesh muzikant i lirë, të jesh muzikant pa mbështetje politike në tokat tona. Do të thënë, shikoj dhe gjithmonë e them, që është krijuar sistemi i tillë kudo në këto vende tona, ku ajo lirshmëri që unë e di nga Gjermania, që kam përjetuar edhe jetoj, lirshmëria e të krijuarit të aktivitete artistike, të jetuarit nga muzika, pa njohur njeri, është e pamundur. Dhe kjo më ka bërë atëherë gjithmonë ka qenë shtysa ime kryesore që ose do ikja, do zhvilloja veten time si muzikant jashtë Shqipërisë, ose do ndryshoja profesionin, po të rria në Shqipëri. Edhe them që kam pasur të drejtë, sepse dua të jemi lirë, dua të jemi pavarur. Kohore tashmë e ke të qartë. E kam të qartë, e kam ndier atëherë, sot e di që kam pasur të drejtë. Sot e kam të konfirmuar, e kam të vërtetuar që të qenurit i lirë si muzikant, të qenurit i lirë jashtë kornizave politike, jashtë njohjeve, jashtë klaneve politike, që për mua janë shumë të rëndësishme, sepse për mua rëndësi ka ideja. Nuk ka rëndësi se jam unë pjesë e familjes, apo pjesë e një rrethi, apo diku. Nëse unë kam një ide të mirë, unë shkoj në instancat në Gjermani, edhe qoftë edhe në Bruxelles tashmë,
dhe i them kjo është ide mirë, pëlqen po, dhe unë pëlqen dhe mbështesi, nuk kam nevojë unë të shoh se ku ti gjej njerëzit, domethënë. Që më kupton, janë disa gjëra. Një realitet i hidhur realisht, po. Është prezent, është i hidhur, është ndihmues, ose më saktë, është frenues ndaj gjeneratave të reja të cilat duhet të edukohen ndryshe, po. Do ndryshohet, uroj. Ka nevojë të ndryshohet, po. Urojmë shumë. Pas krejt kësaj që e the dhe krejt këtë që të ka dhënë Gjermania, çfarë të ka marrë ty Gjermania, Besar? Çfarë konsideron që të ka marrë? Sepse një vend i huaj të jep, por gjithmonë edhe të merr. Shpytje shumë e mirë, që në fakt me gjithë intervistat e shumta që kam bërë kudo, Kosovë, Shqipëri, po edhe këtu, dhe në Alsat, as kërkush më ka bërë. Domethënë, më vjen mirë që e ke bërë, dhe më duhet të reflektoj tani, të mendoj shpejt. Na duhet të jetë momenti. Të mendoj shpejt se çfarë më ka marrë Gjermania. Duke folur, po mendoj që më ka marrë pak nga entuziazmi i të besuar çdo gjëje që vjen nga njerëzit. Më ka bërë të jem pak më i tërhequr në lidhje me marrëdhëniet njerëzore. Kjo nuk do të thotë që unë jam bërë më i ftohtë, se që se thamë, mendoj gjermanisht dhe ndjej shqip. Kjo është si të është simbioza e vetes time dhe gjithmonë e them këtë, dhe më vjen mirë dhe jam krenar dhe e ruaj gjithmonë. Mendoj gjermanisht dhe ndjej shqip, sepse zemra nuk ndryshon. Zemra rrej shqip. Pikërisht, por duke u rikthyer pyetjes tënde, them që më ka bërë pak më të tërhequr, më reflektues që në fillim, për t'i parë gjërat në larg pamësi dhe për të qenë më i ftohtë në marrjen e vendimeve edhe në prezantime të ndryshme. Dhe kjo, dhe tani që po mendoj, për shumë persona, për shumë rrethe të cilat më njohin mua, ose shikojnë reagimet e mia, shikojnë ato daljet e mia edhe mendimet e mia, i duket si diçka e ftohtë që unë e kam marrë, ose një ftohje, si thua, ose qoftë një mendje madhësi, si mund ta themi, duke qenë që unë jetoj në Gjermani. As pak nuk është kështu. Është interpretohet kështu. Është interpretim i jashtëm. Edhe perceptim, do thoja më shumë. Është interpretim i jashtëm sepse unë në fakt nuk kam nevojë të tregoj diçka, sepse fundi fundit puna ime është, unë bëj punë si çdo njeri tjetër, profesioni im është ky dhe unë e bëj këtë punë me dashurinë më të madhe, nuk bëj në një gjë të veçantë, është thjesht puna që e bëj me dashuri. Nga ana tjetër, mendoj që koha e gjatë në këtë profesion më ka dhënë një lloj të larg pamësie për t'i vënë pikat mbi i aty ku nuk shkojnë. Dhe si thua, qartësia dhe prerja e gjërave që në fillim se si duhet të jenë, për shkak të përvojës, jo se them unë, po sepse kështu funksionojnë gjërat, bën që të keq kuptohem në lidhje me atë që folëm, çfarë më ka marrë Gjermania. Pra më ka marrë paksa ndoshta nga grohtësia shqiptare për gjëra që nuk funksionojnë. Unë jam bërë pak më i ftohtë, si thua, më i shtrënguar në disa... Ndoshta më racional, se sa emocional që dim të jemi shumë shpesh ne. Po, ama kur unë bëj diçka e bëj me shumë dashuri, dhe kjo është ajo që s'ma merr jo Gjermania, po kërkush. Po ndërkohë, të çdo gjë që unë e bëj, ve 10 herë jo në pikë pyetje, por në një lloj peshorje, e cila ndoshta disa vite më përpara ka qenë e menjanuar, nuk ka qenë kaq, thuash, prezente. E qartë. Sa kompromise duhet të bëj një artist i cili vjen nga një realitet si ky i yni, ndoshta për t'u pranuar në këto skena ndërkombëtare ku ti performon sot? Kompromisi i vetëm është respekti ndaj vetes. Nuk, domthon, secili nga ne, dhe unë fus këtu, si thua, vetëm në një grup të madh muzikantësh të suksesshëm shqiptar, nga tokat shqiptare, jo vetëm në Gjermani, por kudo në botë. Secili nga ne e din cakun e kompromisit personal për të arritur atje ku dëshiron të jetë. Unë mendoj që kompromisi është i pafund deri në momentin ku personi në fjalë
mund ta shikoj veten në pasqyrë drejt për drejt. Kjo është pyetja më e mirë, përgjigjja më e mirë e pyetjes tënde, kështu që aty shikohet pastaj karakteri, prujtja, gjithë ideja edhe se si funksionon një njeri. Okej. Tani duhet të flasim pak për Shkodrën tënde. Çfarë është një diçka që e gjen vetëm në Shkodër dhe që nuk ke arritur ta gjesh asnjëherë në Gjermani? Një diçka që të lidh gjithmonë me rënjët e tua dhe të bën që të ndjesh ndoshta si mes dy botësh, të themi kështu. Unë ndodhem faktikisht mes dy Mes dy botësh, po. Është e pamundur të mos thuash që ndodhesh në një botë. Unë s'mund të them unë që ndodhem vetëm Gjermania ose ndodhem. Domethënë, edhe pse unë jam në shtetas i Gjermanisë, i Republikës Federale të Gjermanisë, nuk do të thotë që rrënjët e mia janë të i kaluar. Unë flas shqip, ndjej shqip, domethënë Shkodra ka një vend të veçantë. Në të gjithë perceptimet e mia si person, dhe e ndjej sa herë që dëgjoj një dialekt nga Shkodra, një këngë nga Shkodra. Unë para 4-5 ditës isha në Shkodër për të përgatitur projektin e verës së Orkestrës Rinore të Ballkanit Perëndimor. Dhe është ajo ndjenja e nostalgjisë, së kthimit në vendin, në vendet ku hedhur hapat e para, qoftë si person, qoftë një njeri, por megjithatë për mua si muzikant, di se ku kam bërë koncertin e parë, di ku kam bërë kontrollin e parë teknik, di ku janë skenat e Shkodrës. Nuk natyrisht çdo kush e ka vendin e linjës së tij, le ta themi të shenjtë. Po Shkodra me veçantinë e saj, me veçantinë kulturore, me veçantinë, me ëmbëlsinë e saj. Ndoshta edhe me një lloj, si mund ta themi, poetizmi që ne gjithmonë shkodranët ja japim. Domethënë do të jemi, si thua, të sinqert me veten që natyrisht ja japim pak edhe atë poetizmin vetë dhe atmosferën poetike të magjike. Domethënë kot me qenë shkodran tan aty bën. Domethënë duhet të jemi konshient që kemi një lloj force nga vetë fakti që jemi shkodran. Kemi një lloj tjetër ndriçimi, mund ta themi, me modesti. Po është thjesht ajo kur i thuaj njerëzve dhe unë gjithmonë i ndjem, unë nga vjen ti nga Shkodra, them unë. Gjithmonë, Shkodran ti, domethënë është ajo ideja. Sikurse edhe për Korçën ose për vendet e tjera ku ka një veçanti kulturore, artistike, por edhe veçantia e popullsisë, le të themi. Ëmbëlsia që gjendet atje mes shoqërisë në Shkodër është e veçantë dhe unë jam shumë krenar që jam nga Shkodra dhe gjithmonë e ruaj këtë krenari brenda vetes time në radhë parë. Unë nuk them, nuk e shfaq kështu, ne shkodranët bëjmë namin e udhëm, jo. Mjafton fakti që unë kam lidur në Shkodër dhe kjo i mbyll të gjitha gjërat, nuk kam nevojë të justifikohem ose të them diçka tjetër dhe të tregoj që unë kam bërë një jetë qoftë njerëzore, po qoftë edhe artistike në fillimet e mia në Shkodër. Dhe për mua është mjaft dhe gjithmonë nuk kthehem. Vjet kam qenë, gjithmonë vitet e përpashme dhe këtë vit do jem prap. Vi gjithmonë me miq, sjell njerëzit në Shkodër sa herë që ka mundësi, ja tregoj qytetin, sidomos tani që ka një atmosferë ndryshe nga pas më përpara, pra ka një lloj rigjallërim të jetës kulturore për disa vite që e bën Shkodrën me të vërtet një qendër kulturore siç ka qenë dhe siç duhet ta ketë, sepse i ka mundësit, i ka të gjitha ato mjetet e duhura, atmosferën për të qenë e tillë. Unë them për këngët qytetare shkodrane që janë perla, definitivisht. Cila është një këngë shkodrane që ty të kthen automatikisht në fëmirin tënde? Një këngë me cilën ti je rrit dhe brenda teje ndoshta mund ta konsiderosh edhe si himn, që sapo e dëgjon, menjëherë kthehesh në desarin e vogël. Ka shumë këngë të tilla. Sepse unë jam rritur në një periudhë ku kultivimi i këngës shkodrane ka qenë në një vëzhgim të rrept të strukturave të atërshme artistike. Pra nuk ka qenë kaq e lirë dhe si thua me mundësinë që mund të devijonte në kanale të gabuara. Që do të thotë, Radio Shkodra atëherë ka dhënë muzikë shumë të mirë dhe muzikë tradicionale të krijuar në Shkodër dhe të ideuar, pra të paturin në kujdes artistik të mirëfill, profesional, në zhvillimin e këngës tradicionale shqiptare. Dhe
ka shumë këngë, duke filluar natyrisht nga Lulebor, duke vazhduar pastaj Kaçurelat, e me radhë. Dhe po, ajo që mua gjithmonë më ka tërhequr, ka qenë stili i dueteve, për shumë kur djerë dhe perëndon, i dueteve të atëhershme, të Big Ndojës edhe të Marie Krajës, dhe duke vazhduar pastaj me këngët e vjetra të viteve 30-40 në Shkodër, këngët tangot shkodrane. Natyrisht në ndikimin e tangos argentinës, disa dhe nga Polonia dhe se nga Rusia, se atëherë kanë qenë ato pllakat e gramofonit që futeshin me vështirësi, ndoshta dhe fshehur më mbrapa, por këto kanë qenë, si thua, bazat e krijimit të një muzike, të një kulture muzikore në Shkodër, te Kafja Madhe, te Rruga Çinarëve, me radhë, domethënë janë disa gjëra që janë të jetuar dhe gjithë plejada e muzikantëve, kompozitorëve të artë, vinë nga Shkodra sepse janë rritur me këtë frymë. Domethënë, gjithë struktura edukuese që kanë ndodhur në shumtën e rasteve te institucionet fetare, kishtare, ndikim italian, austriak e me radhë, kanë bërë që Shkodra jo më kot, sepse ka ndodhur, nuk ka pas diçka magjike, ka qenë e rregulluar në mënyrë institucionale se si shoqëria të edukohet me muzikën. Banda e parë në Shqipëri, 1878, në Shkodër, nga Palokuto e me radhë. Pra, domethënë është një sistem që ka funksionuar dhe ka sjell Shkodrën si qendër të kulturës. Dhe kjo është ajo që ne duhet të kuptojmë sot. Duhet Çelësi, dhe Çelësi është puna që në fëmijëri, puna e një strukture masive shtetërore, një politikë shtetërore që të mendoj. Sot e 20 vjet, sot e 30 vjet, pra ta kishim menduar në 90-ën këtë punë, do kishim qenë ndryshe. Dhe kjo është ajo, vizioni, ku të shkojmë, si shoqëri, çfarë duam të bëjmë. Dhe këte kanë pasur ato njerëz të edukuar jashtë, të edukuar në Itali, të edukuar në Austri, në fund të shekullit të 19, janë kthyer në Shqipëri, janë kthyer në Korçë, janë kthyer në Shkodër dhe kanë menduar si ta bëjmë, si ta zhvillojmë këtë shoqëri, që ka 400 vite në sundimin otoman. Si t'ja japim një identitet kësaj shoqërie, si t'ja japim kombit shqiptar një identitet, dhe këtu e ka filluar me hapa të vegjël, me fëmijët në kopshte, në shkolla, më pastaj kanë vazhduar në institucionet shtetërore laike, sa ishte mundur, po mbi gjitha në institucionet fetare, dhe ka ardhur momenti që do kishim Çestatin, do kishim Tonin Arab, do kishim Simon Gjonin, e me radhë të gjitha të plejat, që ne i kërkojmë dhe i ndjemi dhe themi këto janë kokat e ndatë e artit shqiptar. E ke menduar ndonjë nga këto veprat e vjetra ta rikthesh në një formë simfonike apo ndërkombëtare? E kam rikthyer, dhe i kam rikthyer së fundmi kolegu im i nderuar Gerti Druga, kompozitor shumë i mirë, po me gjitha orkestrues, i shkëlqyer për orkestrë simfonike, dhe unë jam i që i them sa më e madhe tjetë orkestra, është më mirë, është më shumë tingëllon, ka bërë një suite prej 3 kohësh, ose më ka marrë 3 këngë shkodrane, ndër të tjerë, për shumë ka shkumendio me Feju, me radhë, gjitha këto perlat e Shkodrës, dhe i ka bërë për një orkestrë simfonike që ne do ta luajmë tani në verë. Domethënë kur të vi orkestra rinore e Ballkanit Perëndimor, 70 muzikantë të rinj nga të paktën 15 vende evropiane do vinë në Shkodër, do jetojnë 18 ditë bashkë atje dhe do studiojnë ndër të tjera edhe këtë muzikë. Nga pikpamja si thosh simfonike. Dhe kur të vinë këtu në Shkup që do kemi koncertin, në Shkup, në Gusht, patjetër që ne do ta luajmë këtë suite, do ta prezantojmë edhe publikut këtu. Përveç koncertit që do e kemi edhe në Ohër në kuadër të festivalit ndërkombëtar të Ohrit Skoleto. Pra aktivitetet vetëm sa kanë nisur, vera do jetë full me aktivitete. Po, ka shumë gjëra që deri në fund të vitit do ndodhin dhe më vjen mirë. Prandaj dhe e thash, është ideja që funksionon. Pra bëhet një kërkesë, thuhet, kjo është ideja, ta bëjmë dhe gjendet mbështetja, po gjendet jashtë këtyre tokave sepse ka akoma struktura që besojnë dhe ndihmojnë iniciativën e lirë.
Edhe krahas krejt kësaj që u tha deri tani, krahas sukseseve të tua në Gjermani, duke prekur skena ndërkombëtare, ti vazhdon të kontribosh të jesh një farë ure lidhse duke realizuar gjithë këto projekte që të jesh sa më afër vendit tënd, sa më afër shqiptarëve, por duke bërë edhe këtë bashkimin lidhjen e urave. E konsideron ndonjëherë veten apo të pëlqen ndoshta të ndihesh si ambasador i kulturës shqiptare, një urë lidhse mes Gjermanisë dhe gjithë vendeve shqipfolse? Nuk e kam menduar ndonjëherë si thua të jap një emërtim gjithçka që unë bëj ndërmjet vendeve të ndryshme. Në fillimet e mia natyrisht ka qenë Shqipëria, pjesë e përqendrimit tim artistik. Më pas ka ardhur Kosova, më pas ka ardhur Maqedonia Veriut, dhe mbas të gjithë këtyre, si thosh, edhe pak pjesa shqiptare e Malit të Zi, dhe mbas përfshirjes të gjithë vendeve shqiptare në Ballkanin Perëndimor, i kam të kaluar këtë vende dhe kam kaluar në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pra unë tani punoj me të gjithë Ballkanin e Perëndimor, jo vetëm për faktin që kemi krijuar një diçka të përbashkët, unike në Ballkanin Perëndimor, siç është Orkestra Rinore e Ballkanit Perëndimor. Unë tani kam tejkaluar shtetet shqiptare ose vendet shqiptare. Se ka funksionuar mirë, ka funksionuar për mrekulli për të bërë gjithë kjo. Unë them që nevoja për t'i bërë gjërat të funksionojnë ka bërë që të tejkaloj tokat shqiptare. Kjo është përgjigjja ime. E qartë. Dhe pyetja ime e fundit për ty është kjo. Nëse jeta jote do ishte një kompozim, në cilën pjesë mendon se je tani aktualisht? Unë jam në periudhën e bruajtjes së materialit muzikor dhe shpërndarjes së tij kudo që unë kam mundësi. Jam i edukuar muzikalisht, artistikisht, për shumë vitesh në shumë fusha, dhe tani çdo gjë që unë e kam marrë, ose vazhdoj ta marr, se jeta një artisti gjithmonë është në ecje të vazhdueshme, unë dua ta jap të rinjt. Pra të jem vetë si shembull se si mund të funksionojnë gjërat. Secili natyrisht do ketë rrugën e vetë, atë disiplinën e vetë, përkushtimin, vullnetin, kohët, sakrificat. Se pa sakrificë ky profesion nuk funksionon. Por ajo çfarë unë tani dua dhe gjithmonë e bëj është që të përgatis me punën time brezin e ri, sa më mirë, sa më drejt dhe sa më realisht që t'jetë mundur. Edhe po bën një punë shumë të mirë. Po bëjmë një punë të gjithë të përbashkët, modeste, në një rajon të madh në të vërtetë. Pra gjithmonë e kam pasur si synim që çdo gjë që bëj të jetë reale, të jetë e qartë, të jetë e kapshme për gjithë ato me të cilët unë bashkëpunoj. Sidomos me brezin e ri që ka nevojë më shumë se sa para 30 viteve për një orientim të drejtë. Ndodhem në një shoqëri, në një periudhë ku mendimi personal dhe modest, antivlera, po merr si thua, një vend, një peshë të madhe kërcënuese drejt edukimit dhe zhvillimit të shëndoshtë të njerëzve. Pikërisht, po promovohet një antivlerë e cila është jashtëzakonisht e dëmshme për shoqërinë, për njeriu dhe mbi gjitha për mentalitetin se si duhet të funksionojnë gjërat ose si funksionojnë gjërat. Domethënë, këto janë mendimet e mia për të kundërvënë kësaj rrjedhe. Sipas mendimit tim të dëmshme në zhvillimin e një shoqërie të shëndoshë. E me këtë mesazh të bukur, mua nuk më ngelet asgjë tjetër, sepse gjithçka që do shtoja vetëm ndoshta do e prishja. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë që na edhe mundësinë të të njohim ndoshta përtej profesionit tënd, që të njohim edhe në dimensione tjera. Faleminderit edhe një herë, dhe i ftojmë gjithë të jenë në koncert sot. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, ishte ime.